Libraria e librit shqip në Ulqin ishte mikpritësia e radhës e promovimit të librit studimor dokumentar Gjurmë e Postës në Troje Shqiptare 1800-1944, shkruar nga Fadil Smajlaj, ish drejtori përgjithshëm i Postës së Shqipërisë dhe një nga veteranët më të njohur të shërbimit postar shqiptar. Lexues dhe intelektual të Ulqinit morën pjesë në këtë aktivitet duke treguar një interesim të veçantë për këtë botim, i cili plotson një boshllëk të madh që ka pasur historiografia shqiptare në mungesën e dokumentimit të shërbimit postar. Ervis Krymi, pedagog në Universitetin Luiq Gurakushi të Shkodrës, u shpreh se ky botim është një kontribut shumë i rëndësishëm për historinë tonë kombëtare. Gjëja më interesante është pikërisht lejmtari, dhe lejmtari është posta. Në libër përshkruhen përpjekjet e shumta të shumë figurave, të cilët ishin një kurth themeli të madh në funksionimin e postës shqiptare. Ky libër plotson më së miri një pjesë të rëndësishme të këtij lloji institucioni. Po ashtu, në libër përshkruhen më së miri kontributet e postës shqiptare. Unë du me përgëzu autorin, sepse është shumë e rëndësishme, sepse dashje pa dashje, këtu i jepen edhe elementet më të rëndësishëm të njerëzve që kanë kontribu për postën shqiptare. Sa i përket prezantimit të autorit Fadil Smajlaj dhe përkushtimit që ai ka treguar për realizimin e këtij libri, drejtuesit e librarisë zgjodhen bashkëbisedimin mbi bazën e pyetje-përgjigjeve, duke e bërë kështu më të larmishëm këtë promovim. Koha që ka qenë shumë e gjatë për të punuar, shumë literaturë për të studiuar dhe punuar, por kam pas edhe një avantazh që duke parë disa vende të Europës kryesisht, se si ata e pasqyronin historinë e postave në vendet e tyre. Ku edhe në shumë vende, përmendet atë edhe Shqipëria, edhe trojet e tjera shqiptare para viteve 1800. Pavarësisht se përdoresh e gjuha, më thonë, turke, por përdoresh edhe gjuha austriake, angleze, franceze për zonat të cilat ata kishin ngritur shërbimet e tyre. Gjatë këtij aktiviteti nuk munguan as vlerësimet nga të pranishmit si publicisti Nail Draga, aktivisti shoqëror Sami Flamuri dhe të tjerë, të cilët theksuan se botime të tilla e pasturojnë historinë gjithkombëtare dhe janë gjithnjë të mirëpritura.